Lux. Miq të nderuar, unë erdha t'ja tregoj kuzhinën e Enverit, po zeqa i shkon pas rahatu krejt, kuzhinën e ka zaptu. Ty ja nis prej këndej, do me thënë i ka pru zarzavatet, e ka pru salcën, ka pru puterin, të gjitha, mishi, buka, patatet vesh i pas ke zi. Enver, që tu e kam filterin, e kamelotit, mos u frigo me përdor, është fantastik, vitaminat, mineralet nuk i hek, kështu që nuk të ndikon në shije të ushqimit. Do të thot e përdor këndej, qyre që ta shone talshaj kështu, prit. Arshe? Po, shumë. Andej mundesh me e përdor, edhe jemi në rregull. Pra, sot për emisionin e Majit të Gjuhës, kemi vendosur me përgatit kotlet viqe dhe medaljan viqe. Si bajlage, vinë patatet baby, kemi edhe risotton, do bëjmë edhe një pas farfalo, që do bëjmë me sos pesto, dhe me këto receta do e shërbim edhe 3 lloj sallata, disa lloje të kanapeve, kemi vendosur një bo kanapin me salmon të mosur, me tënë, me salam, me tomatë mozzarell, do bëjmë diçka me këtë kolegën tem, të perimet fresta, patjetër. Kështu që pa humbur kohë, na startojna me përgatitjen e kanapeve. Do ta shkojna me prerjen e biftekit në copa të vogla, të furo medaljonin, edhe më pas e bëna marinimin me vaj ulliri, krep edhe biber. E marinoj edhe pak me vaj ulliri. Këtu veç që kemi paraprakisht përgatit kotletin e viqit. Tash fillojna me pjekjen e kotletit e viqit. Japin ngjyrën djont, para se ta vendosmi në furrë. Para se me vendosë në furrë, e qemi pakës gjallë. Tash me skuqet e mishit përfundum, tash e vendosme në furrë për gjysore. Paraprakisht furrën e kemi ngrënë në 250 gradë. Voilà. Të e sa në këtë pjesë pjekët bifteku, në anën tjetër kolega e përgatit kanapet me salman. Pra, edhe kjo është bifteku i përgatitur. Edhe këtë fusim për një 10 minuta në furrë. Jona bashkë me kotleti këtë kemi këto. Tash pa humbur kohë, fillojna me përgatitjen e perimit. Përdor me vaj ulliri. Në pjesën tjetër vendosim brokolin, edhe brokolin frogojna në vaj ulliri, krep dhe biber. Dhe në këtë pjesën tjetër, vetëm se kemi filluar të përgatisim edhe sallatat, zeqa e banë sallatën shope. Pas kungulleshës, frogojna edhe patatet. Paraprakisht patatet janë të zjera. Të patatet vendosim vetëm krep, biberzi dhe vaj ulliri, asgjë më shumë. Edhe në karrota shtojmë vaj ulliri, krep dhe biber. Tash fillojmë me përgatitjen e risottos. Okej, në këtë tigani tjetër do i forgojmë kakalecat, të cilën do shërbejmë së bashku me risotto. Edhe për kakaleca përdorim vetëm krep dhe biber, dhe vaj ulliri zakonisht.
tash I vendosmi farfalet për zi. Do na nevojtojnë diku një 8 minuta edhe farfalet I kemi gati. Do të thonë I zotë veç është në përfundim e sipër. Farfalet na nevojtojnë në 5 minuta. Paraprakisht derisa zi farfalet e përgatitmi sosin. Sosi është sos pesto. Super. Pra edhe me perime përfundum, edhe kanë mbetë edhe këpurdhat për fund, mirë për këpurdhat I servojna si për biftekit dhe kotletit. Edhe këpurdhat I shfërgojmë vetëm me kryp, biberzi dhe vaj ullire. Edhe kjo recet është e përfundume. Farfalo me pesto. Kisë farfalo. Okej, tash momi këpurdhat edhe I qesmi sipër biftekut. Edhe pjesa tjetër e këpurdha, edhe këto qesmi sipër kotletit të viqit. Mysafirët tonë kanë me hangër sot prej durve të shefit të Emeraldit, prej durve të Enverit edhe të Zeqës, sus shefit. A jeni lodh? Jo pak. Jo pak, shumë do më thonë. Mirë plotësisht. Mbëlsira që I ka pru Rudi, na këty në herë që puslica I kena thonë zdi që shi thojnë kështu shqip. Që shi thojnë që ty në shqip? Puslica! Zdi që shi thojnë shqip, po janë shumë të shishme dhe shumë të mira, se unë I marrë shpesh të Rudi, edhe që to I marrë shpesh të Mama Mandia, edhe këto shpesh I hate Hotel Emeraldi. Unë të falenderoj shumë Enver ty edhe Zeqën, faleminderit shumë se derisa une Enveri kena bo muhabet, ti veç I ki bo të gjitha para pregaditjet, ndërsa miq të nderuar këto momente po presim me na ardh mysafirë.